Korporatët as u caktuan vendet dhe u ndan detyra, sipas urdhit të Skënderbeut, por rendrin në të katër anët të zjarr me shpejtësinë më të madhe, duke vendosur nëpër qytet forca ushtarake që u qendërzuar dhe duke grumbulluar ushqime dhe sandet e tjera që u duheshin për to. Ky gjë u bë shkak për një farë vonese, sepse gruri si ishte mbledhur ende i gjithë në përfushë, si ridhim, në kohën që lajmi për ardhjen e armiqve po pritej nga dita në ditë, dhe kur ishte nevoja për një farë shpëtimi të ngritur. U hodhën atë punë, fshatar e ushtar së bashku, dhe pasi e korën, e shpun të gjithë brenda mureve, një pjesë të pastruar, një pjesë me myk e kasht bërshk. Me këtë mënyrë, u morë më së miri masat kudo për luftrat dhe për sigurimin e ushqimeve për shumë muaj. Skënderbeu, pasi ala ushtrin që mbeti në kujdes Mojsiut, për më se 3 ditë u ndodh në Krujë për punë të ndryshme, sidomos për të sjellë nga Petralba gruan dhe fëmijët. Pas kësaj u kthye përsëri në Dibër, dhe siç i thon fjalës, me veshët përpjet dhe me një kujdes të papjetur, po priste natë ditë ardhjen e armiqve. Më në fund, tri armike kaloi pjesën më të madhe të Maqedonisë. Po hynte tani në Epir, me zbulonjës gjithkund, përpara për të mos lënë vend pa gjurmuar nga frika se mos ushtarët, po të mos rruheshin, vinin në kurthin e pritave të zakonshme të gatitura nga armiku.